Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu në falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe një kërkej. Të ndërshëm vëllezër, duke pas parasysh se ne si musliman normale që shpresojmë, sepse ibadeti duhet t'i ketë 3 rregulla për të pranuar ose ne me çfarë I afrohemi ibadetit. E para, se zënin e ibadet adhurim që e bëjmë, duhet të bëjmë se duam Allahun subhanahu wa taala. E dyta se I frigojmë Allahut dhe e treta se shpresojmë nga Allahu fuqiplot me hinë xhennet. Apo njëra nëse mungon, adhurimi nuk është në rregull. Për shembull, une e kam vendosur me fal sabaj pse dua Allahun ama nuk I frigojmë Allahut. Në rregull kjo? Në më thonë në e fali sabajnë si e du Zotin, ama më ju frigu si ju frigojnë, si vijë, nuk ka rregull. Ose ai tjetri thotë e fali sabajnë, nuk I frigojnë, unë I frigojmë Zotit, ama nuk e du Zotin, nuk ka rregull. Ose ai tjetri thotë as nuk e du Zotin, as nuk I frigojmë, po shpresoj me në xhennet edhe për çat po falim. Edhe kjo nuk ka rregull. Të trijat duhet mi pas. Unë për shembull, a agjeroj muaj Ramazan se e du Allahun, I frigojmë Allahu dhe shpresoj nga Allahu me hinë xhennet. Mirë. Nimeti më I madh që mundemi me fitu ne si njerëz është me hinë xhennet. Nuk ka nimet, nuk ka mirësi më të madhe që njeriu mund të kërkon nga Allahu e Allahu i jep përpos se xhennetit. Por në këtë botë e keni pa, ka mirë dhe ka më mirë. Ka mirë e ka hiper mirë. Edhe një ditë mbaron dënjaja. Për shembull, njeriu kërkon shëndet, nuk I shkon mendja me kërku shëndet, I shkon mendja me kërku pare, qefe, shëtitje. Në momentin që ai e merr vesh se ka diçka, o I haron me këto shëtitjet mo. Parat mo shëtitjet zdiqen. Ai binjarja nis tash me diçka tjetër më ma, çka mirët, cili ku filan doktori, ku ta zhe filan doktori, filan spitali, si t'ja baj, ku t'ja baj, ai ma e haron. E çka I vjen tash në këtë botë, çka do njeriu në këtë botë? A do Dubajin, a do New Yorkin, a do jahtin, a do anijen, a do aeroplanin, çka do? A do bubrekin, a do shponetin, a do mushknina? Do me thonë njeriu ma atë që ajo që I mungon atë e do. Ama çka do të jep Allahu në këtë botë? Njeriu nuk ngopet. Kërkon diçka më të madhe. Pse se ashtu I krijuar njeriu. Ama në botën e ardhshme hin xhennet. Njeriu hin xhennet. Muslimani hin xhennet. Çka puna më e madhe që ne kena me pas dëshirë me e bën xhennet? Thot shiqimi kur ta shohim Allahun xhaleshanuhu. Qefi, puna më e madhe e njeriu më si të hijë në xhennet, kur ta shoh Allahun subhanahu wa taala. Në pavë tash në këtë botë, ka një vend të shumë I bukur, veç kur e shef, mashallah habitesh. Në xhennet çfarë bukurie, pa përshkrueshme. Para mendoje kur ta shef njeriu ose muslimani Allah subhanahu wa taala. Allahu thot wujuhun yawma idhin nadira. Atë ditë, do të thonë ditën e xhennet do të ketë fytyra të shkëlqyeshme ila rabbiha nadira. Edhe çka bajnë ato? Ato fytyra të shkëlqyeshme e shohin Allahun fuqiplot. Para mendoj fytyrat e bukura e shohin bukurinë Allahu subhanahu wa taala. Të ndërshëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur hin muslimat besimtarët që meritojnë, jo që meritojnë, po që Allahu I ka mëshiru hin xhennet, Allahu xhaleshanu thot, a doni diçka ju në xhennet që unë t'ju jap më shumë? Xhenetlit për me thonë Allah, po çka ma shumë në zbardhove, në zbukurove fytyrat tona.
A nuk na çove në xhenet dhe na shpëtove ka zjarmi i xhenemit, do të thonë njerëzit tash besimtar thon. Allahu dhe shano e hek perden. Perde. Edhe bukuri më të madhe, më të mirë se kur ta shohin njerëzit. Po vetë që vetë perde, shembull, ti tash nuk e di çka ka mbrapa. Se i ulti kon e ta zonë, një krasim, ama nuk qëndron, po ta krasoj. Me në restoran edhe, ti nuk e di shembull si mas perdes ka, ku e di unë, dhe një bukuri, të përgatitur surprizë, ti rri veç kur ato kur e hekin perden. Ketë njerëzit, si janë të bo babet veç kur ta shofin. Ku e di unë, ta zonë, një bukuri atje. Edhe harrejnë dështë edhe mashallah me dha. E shofin, e lanë me bisedin e kësaj dënjanë. Pse se diçka ka shumë bukur, shumë mirë. Edhe xhenet litë, veç Allah kur ta heke perden, veç kur ta shofin Allah nga. S'ka madhe. Puna me madhe që mundet me ndodhë xhenet litë kur ta shofin Allah subhanahu wa ta'ala. Të dëshë vëllezër, puna më e sikletshme, më e keqe, më e likë që ka mundësi mi ndodhë njeriu to, Allahu xhaleshanu janë ndalon me e patë. Banjamen. Puna më e mërzitshme me të ndalu me e pa Allah. E di shembull, ne në ben këtë botë, ai prindi i ka 3 fëmijë dhe njëri ja ka ndalu me dal jashtë. A punë e sikletshme, a? Punë e sikletshme, se këto tjerë këtë lujnë e sen, ti i dënuar se ke bon gabim, je i dënuar. Edhe Allahu xhaleshano para mende, unë po bëj krahasime të paqëndrueshme. Këto krahasime nuk krahasohet unë me fëmijët e mia dhe Allahu me normale, po them si shembull. Si shembull. Allahu xhaleshano kur ta ndalon me pa. Këtë kanë me pa, të s'ki mundësi me pa Allah. Pse? Pa në këtë dënjon, ki pa në diçka që kella innehum an rabbihim yawma idhin le mahzubun. Po, e vërteto, do të vjen dita kur disa njerëz do të jenë të frenuar, të ndaluar nga pamja e Allahu subhanahu wa taala. Allahu në Kur'an. Të ndashëm vëllezër, disa njerëz i erdhën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe i thanë: Ja Rasulullah, a është e vërteta do ta shohim ne Allahun ditën e gjykimit? Pejgamberi sa më thot, po do ta shihni sikur që e shihni hanën 15-që. Hana 15-që në rumullak. Edhe dikur hana 15-që dhe nërë kur duket bukur, shumë qartë. S'ka nevoj bine dhe me pas diçka në teknologji me afru. Po e shef shumë qartë. Që ashtu thot për njërësam, kini me pa Allahu subhanahu wa taala. Të ndërshëm vëzëm, mirë po, janë disa regulla që të qëjnë të Allahut, të pamja Allahut. Në shkurtimisht ka shumë, po vetëm diçka. E para, alladhina ahsanul husna wa ziyade. Ata të cilët janë xhenetli, do të thonë Allahu xhaleshanu tash, këtë para se ti përmendë, ata thot dy punë kryesore që i kënaq njerëzit Allahu, në xhenet i çon dhe ja mundson me pat. Këta dy punë kërkoni Jezusi, mos harroni. Dua lutje, o Allah, na bën mundësi me në xhenet dhe me të pati. Se ka mundësi me qenë xhenet, po mos me pa Zot. O punë e madhe me pa Allahu subhanahu wa taala. E di vetë një herë këtu me kur e kini gajle dhe te hekat gajle, vallahi me shpirtive zemra me rahatohet ta. Edhe bia e ke po një, si Ramazanet e më dhe që të më me një kafe. Një herë që forës, kësë shkon menja hiq, ama si të hekish gajlen, hajde me shkona e pina kënë espresso, a të mërë vesh, me një rahatohet, stabilizohesh, e hek një brengë të madhe. O, kjo, s'dibe si të spikoj vëllëse, nuk kam fjallë, kjo
Nuk ka me kështu si e thamë unë. Shumë, me miliona herë më e mirë. Nuk ka krasim. Allahu ta shofta. Mirë. Ai që e falë namazin e sabat dhe t'i kindis, në Banjamen, falja namazit të sabat dhe i kindis o shkak, një ndër shkak që të kryesore për me hinë xhenet dhe me pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, ju do ta shihni Allahun kema tarawna hadha al-qamar, sikur që e shihni këtë han. Fe in istata'tu alla taghlubu ala salati qabla tulu'i shams, mirë po thot vëndonja mendën mos ju zën xhumi për namaz sabahut, wa qabla ghurubiha faf'alu, edhe aludohet para se të perëndon dielli në namaz, aludohet te ikindia. Thot vëndonja mendjen dhe bënja ka falni këtë namaz. Më mirë është me xhamat. A me tjallë, tash. Lidhen punta, ti nuk mundesh unë du të shoh Allahun, ama asë një punë nuk e ke për me pa Allahun. Shembull, onin mezhlis, onin mezhlis për diturije, nuk do më thonë që për xhallarë xhamat, po për njerëz që mirën me shkencë, edhe ti kalon për shembull, a mos kije haber, në fundit, se do shkencën e. Qka në të bate janë të lexoj, sot për mu. Edhe atë dit të ka kujtu hinë ati. Hinë ati, ama a e ki vendin të ati? Të ke hinë, ama e ke vendin ati. Dhe më thonë edhe ne në këtë botë, si cili e di ku e ka vendin, apo? Derisa të mërim për me hinë atë vend. Edhe tash ne, nëse kërkojmë xhenet, a e dim që nuk jemi për atje. E tash ne jena të i përmenjë disa vepra, disa punë që ta bëjnë mundshme me kam për atje. Tash unë të hap një libër me lexu, sot një mas nesër dhe ti nisë më marë me shkencë dhe hinë të shkencëtartë, shembull. Nisë më marë me sporta dhe hinë të sportistët. Unë tash më ka kujtu, kur dalë për gjemë i thot, xhamat, jam të shku me hec në malë, kush më vjen? Edhe ju shte për hatër, hajde me shkojnë edhe mit një nuk, thët jem qitë një probleme. Unë kur thamë, hajde shkojnë a hecna, i nënkuptohet ato që hecin, kanë mundësi me hec. Jo ato që se hecin, se ato s'mundën, apo, s'mundën të në mala, mundet me hecaj, nëse s'ka ushtru? Nuk mundën. Edhe në këtë rast, duhet mu pregadit, me qka mu pregadit, që tash për shembull, e falë namazin sabajt me xhamat, e falë namazin e ikindis me xhamat, duke mos të ik drejka aksame dhe atësia, nuk nënkuptohet se ato i anashkalla, mirë po një mundësi se namazet zorshme janë sabajt dhe ikindia. Se ikindia sot për shembull, dikush ka qenë punë, dikush ka qenë punë. Ama ditën e hanë, kur e në punë, shkojmë prej 7:08 deri në 3-4. Në 4 ora kur dash prej punë, kallaballëk për udhë deri të orën 4:26 i rezani. A kemi shku të shtëpia me pushuar me në xhami. No, azora, vallahi azor. Edhe e para çka kjo rastësisht përmendet. E sabahi mos volin çfarë sa zora. Vaj prish gjumin vasot. Në vend se me flet, mu knaç, ti duhesh mu të kada me mora abdes, a ki uj, do shta uj nxef, do shta uj ftoft, hajde, për një mo, pune e lodhshme, mirë po vallaj o e lezeshme. Para me ndeja, për një me kolësin e vetë, ama kur vebe në gjami, me se në të ndonë, ajde me shku me punumë. O ti njerëzit që onë për sa ba, shkojnë edhe me kopaca edhe me punë, kështu, bashkë fort fizike punë. Unë jam të folë me falë namazin e pasaj njeriu kur ta falë namazin e sabat janë 3 nije. I ka se cili për nesh 3 nije, një në kokë, një në mes edhe një të kampë. E që ato nijet si e hek, nëse e falë sabajnë i hek, nëse se falë sabajnë i kime vete.
Edhe më stojmë sa nëjna, sot më shku diçkave, po sot të shku se njët i lith. I lith, nuk shkan. Ama, kur gjohës për gjohë më thua, elhamdulillah që u zdjova, se elledhijet e wafakum bil lejli, aji Allah është i cili ju vdes natën, do me thonë gjohëmi në Kur'an përmendet vdekje. Thua, elhamdulillah që u zdjova, edhe me njëherë, njënën nije e lira. Me rabdes, ditën nije, e falë sabajnë 3 nije, edhe ti je i këthjelt ma. I këthjelt, unë një ditë, ku e di janë hudë ba, shumë potere bona për këtë punën e sabajt. Sabaj, nuk liviz, kur gjohën lajtën tonë, iq, veç atës janë falë. Edhe ato për gjuna, këta ka dalë, të shku në gjami se po vaqes me gjumë i tjerve. Që mundet më arë dikush me na fikë, na fshinë, të na vjedhë, këtë kera, këtë, këtë kur dalë mi sabaj, kur gjohën s'pas ka, po fleni jo. Kur qojnë drejke, shifni jo, mëse qka ka ndohë. A në regull? Pipi, sa rritri kemi, në vetë mu zdju ato me vlu t'i gjonin sabaj, në kitë gjohë. Nuk nga ka hije, vallaj. Mos po thamë që une me laqe këtu, jam të folë, se si duhet me qenë. E kur të bëjmë i kështu, atër dikush ka me bajgi, ka me marë serioze këtë çështje dhe qka do që kërkojmë, ka me la mundësu. E të pëkirë e salatë të gjumma, shkak për me pa Allah subhanahu wa ta'ala është edhe shkuarja në namazin e sabahu, në namaz, para gjumma dhe me thonë ma herët. Thot Abdullah ibn Mesudi, salu ila al-gjumma, fe inna Allah jebruzu li ehli gjenne fi kulli jom il-gjumma. Dhe me thonë, qëllimi i kësaj është bukfalisht jo bukfalisht ta përkthej, po me kuptim, shkoni sa ma herët në namazin e gjummas, sepse o një hadith që i spjegon se vapët, ai që shkon shumë ma herët në namazin e gjummas, sikur me prej një deve përban. Ai që mërin gjami të thire zoni, sikur me adhon dikuj në nivoje sadaka. E nivoje 10 dinar, 20 dinar dhe një deve, nuk ka njëse. A një orë në pyetja, nuk janë shumë. E të ashtë ti sa me ndejtë, që ati anë e pak kafe, edhe një takalli të dera, herë vla, bile se vapin me ma, sigur me prej një dasha një lopë, ma, do shta jo deva, ma, jo edhe voje, ose pull. Ai cili dëllë me pa Allahu subhanu ta'ala, nuk duhet me mo shirk, nuk duhet me kundërshtu Allahu subhanu ta'ala, duhet me vazhdu me punu veprat mira, mu largu nga veprat e liga, duhet me bon sabër dhe durim kur i afrohet gabimi, gjunahi, duhet me bon sabër dhe kur i ban veprat e mira. Abdullah ibn Mubarak i thot me rada nadhar fi wajhillah, ai cili don me pa fitiren Allah subhanahu wa taala, falyamal saliha, në të ban veprat mira, edhe mos t'i tregon askujt. Por në fund Allahu në Kur'an thot, فمن كان يرجو لقاء ربي, ai cili dëshiron të takon Allahun, فليعمل عملا صالحا, në të ban veprat mira, ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, edhe musliman shok Allahu subhanahu wa taala. Inshallah Allahu të ndërshëm vëzër, në më të mundshme të him gjennet, e pastaj inshallah Allahu në më të mundshme të takojmë fitiren, ose të shofim Allahu subhanahu wa taala. Inshallah Allahu në udhëzon edhe të gjithëve së bashku në gjennet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urnat, pa e së me ma ofër se nuk të gjëj. Tava. Gjennet, kur të qojë më që, a të dhinën ata shumë e mishë e kam gjennet, në primer, që shqyshën rëzën që di, në primer, që ty duat e, se më të mësu Kuranin, unë të mira më të mësu, ala më të qëtë qokë që ka shumë folin njërën që ta të Nuk të folin ato? Nuk të folin a? Nuk më folin, të njërën. Pse së të folin? Kje, a gjiseni atë folin?
Mirë, kjo pak si me loja ma, në përmetive pyetjeve si pak të lujt që i bajmë, mendoj që duhet me pas dobi, të ndërse dhe para, në xhenet inshallah e shkojna krejt. Sepse shumë keqo me i në xhenet e mësë me pasin i shokin tantë, që i ki dasht, këtë varet sa kontribojmë në dhe shokët mi marë xhenet. Sa kontribojmë, dhe sikur e ki bon shpijen e për këshin së intereson. Unë po du me i në xhenet e për shokin së më intereson. Nëse ne kina punu që dhe shokët mi bon xhenet, inshallah kam me qenë me ne. Ama duhet me punu në këtë dënjohë, nëse të dhimet shoku, e tonë shokëm visevillela duhet me zorë të sinë, ka për gjokë si tam në gjami edhe u kri puna. Ama unë e skati tam në gjami. E di se kanë me më thonë këtë kamerë, pa e ki kana, sot, e pas ka zonë Ramazani, Ramazani se më ka zonë mu, po unë ka mundësi që e këmë zonë Ramazani. A gjithësen, dhe kjo shështë jam të forë seriosisht. A jam i qartë. Do një herë, a do një shokë, a do një gratë me i marë në xhenet, po punoni me gratë. A do një burat me i marë në xhenet, punoni me burat. A do një fmit me i marë në xhenet, punoni me fmit. Jo veç unë në xhenet duhet, a kitë botën se ne qënë në xhenet ne. Inshallah, jo krejt ne, pite ademi deri të njëri fundi hi në xhenet, ama duhet me punu. Unë kam qef, djallë jenë mare pens, pa ki kontribu pa kaj të dijet matematikën e geografin, jo, e po se në merë. Glene qefin, a të kanë thonë qefin më i masë Istanbuli, ama njoni ki shku në Istanbul, edhe kur e kish po Istanbulin sa i math, kish thonë ja valla. Istanbuli ka dhe më i math se qefi. Se sefte ka po Istanbulin. Se na thonë as qefi më i math Istanbuli, e po. A kur e ka po Istanbulin, qëfar qiteti ka dhe ja, Istanbuli më math se qefi. O vëzër, do më thonë punoni, kontriboni, mi marë ato që i doni në xhenet. E tash, Allahu dhe risanë në xhenet e qënë me mëshirën e vetë njerëz, jo me veprën tonë. Por ne duhet me bon veprën e mirë, e të Allahu e lanë pasaj, inshallah Allah në qënë xhenet. Faleminderit shumë, selam aleikum. Çka thotë me?